Gjithsesi, unë vajta tek studio e Efit edhe se më kujtojnë si tani dhe thënë, edhe okej, na priti lezetshëm, edhe nuk e di pse ç'kishte një ngërç ai lloj femre, domethënë kishte një kështu që mos bëni këtë pyetje, jo këtë pyetje, jo këtë. Madje në një moment ishte nuk dua ta cek fare atë pjesën, nuk dua ta cek fare se çfarë ka ndodhur. Thjesht kishte disa kërkesa dhe unë nuk e di pse. Më kupton? Edhe në gjatë intervistës ishte komplet, domethënë si e ngrirë, ti bëj një pyetje ose doje ta ngacmoje pak më shumë. Nuk e shijova fare, domethënë nëse e sheva atë intervistën u rria kështu edhe qeshja edhe një herë nga sikleti se nuk më jep, kur dhe personazhi nuk të jep dhe ti ndihesh nga sikleti. Edhe ishte personazhi nuk do të them më i vështirë, se s'ka ndonjë gjë kush e di se ça, se Efi Dhedes, okay, dakord, më thënë ishte personazh shumë i vështirë dhe po më kërkoi që mos i cekja disa tema. Sepse ndryshe, ku di unë, do ikte nga emisioni. Jo, do t'jap ca përgjigje, bravo, që nuk do të pëlqej fare. Dhe thua do ta pyesa ndonjë gjë që publiku nuk e din, dhe maksimumi do ta pyesa për Big Brother, për mënyrë të kërcënoj, mos ma thuaj kështu se ta them dhe unë ashtu. Po nuk mund ta quaj kërcënim, po kush e di si është dukur Efi në ato momente edhe mua kjo nuk është se më ka pëlqyer.